Zoti Allahu, pra që ne adhurojmë, pra që është Zoti vetëm i vërtet, është një Zot i cili ka në dorë gjithçka, ndryshe nga idhujt, ndryshe nga çdo Zot tjetër që është bërë nga njerëzit. Pra Zoti është i vërteti, ai që është ai, pra i cili krijoi gjithçka dhe i cili meriton të adhurohet si Zot e tjetër, dhe Zoti i bërë nga njerëzit. Ky mund të jetë organik, inorganik, ky mund të jetë send, ky mund të jetë gjallës, ky mund të jetë krye se çfarë, po në fund fare, domethënë ka një fillim dhe ka një mbarim, ka një menaxhues, ka një krijues, qoftë edhe imagjinar, që mund të jetë mendja e njeriu. Ndërsa Zoti i vërtet absolutisht është Zoti i cili El Hayy, El Qayyum, Hayy i gjallë, i përhershëm, El Qayyum ai i cili mban në jetë gjithçka, ai i cili i jep jetë gjithçkaje, ai i cili, si më thon, bën që të jetojë gjithçka. Burimi final. Pra, domethënë koncepti i Zotit nuk është një Zot i cili krijoi edhe tani bëni çfarë doni ju, ose si më thon rregullojeni vet, jo, ai mbikëqyr gjithçka. Normalisht na ka dhënë linjat, na ka dhënë aftësinë për të kuptuar ligjet e universit, ligjet e natyrës, ligjet e funksionimit të gjërave kështu me radhë, mirë po, në fund fare dhe në fillim fare dhe në mes fare, pra në gjithë situatën është Zoti ai i cili është ai i cili menaxhon situatën. Pra, nuk mund të jetë asnjëherë njeriu Zot, nuk mund të jetë asnjëherë njeriu i pavarur nga Zoti. Për këtë arsye po ta shohësh ai në fund fare çfarë thotë, Alehi tawakkaltu wa alehi falyatawakkalul mutawakkilun. Unë Zotit të mbështetem, por porosia ime është që edhe ata që duan të mbështeten diku, le të mbështeten Zotit. Sepse njeriu në natyrën e tij ka dobësi, sepse njeriu ka nevojë për vartësi dhe o fuqinë për dobësinë e tij do ta gjej tek e vërteta, te i vërteti, o do ta gjej tek çdo lloj gjëje tjetër, po është e kot dhe e pavërtet. O do ta gjej aty ku më të vërtet do të gjej burimin e fuqisë dhe të energjisë, ose do ta gjej diku tjetër që mund të mashtrohet, por faktikisht nuk është mbështetje e vërtet.